Kam fatin aktualisht të punoj në vende shumë të mëdha. Për mos thënë në vendet më të mëdha, si për shembull, unë shkoj shpesh në Indi, më rastisht të punoj aty, të kem ndërlidhje me vende të Unionit Afrikan, cilat janë relativisht territore shumë të mëdha, dhe shikoj që madhështia e këtyre vendeve nuk përshfaqet tek asnjë individ. Dhe po, ata vinë nga vende madhështore, ndaç në histori, ndaç në territor, ndaç në pozitë gjeografike, ndaç në rëndësi gjeografike. Dhe pastaj ti shikon në Shqipëri që je një vend me kaq pak rëndësi gjeografike, pa dashur të atakoj mendin tim, se nuk dua të keq kuptohem, por nuk kemi ndonjë rëndësi të jashtëzakonshme krahasuar me vende shumë të mëdha. Dhe ndërkohë rëndësia që japim vetes si individ është e mahnitshme, se sa shumë ne mendojmë që jemi qendra e botës, por nuk jemi në fakt. Ne kemi mësuar në fakt në historinë tonë të mbijetojmë, dhe ja kemi dalë shumë mirë të mbijetojmë, por historikisht nuk kemi mësuar asnjëherë dhe nuk dim asnjëherë të bashkëpunojmë.